Përshëndetje, ja ku jemi këtu me parashikimin vjetor për sa i përket shenjës gaforeve. Çfarë ndodh me gaforet edhe ku ndikohen dhe çfarë duhet të bëni për vitin 2026, jo vetëm një të përgjithshme, por çdo muaj deri në dhjetor, ndikimet dhe favorizimet dhe të ndarë në 10 ditë. Por para se të fillojmë me parashikimin e vitit, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikim të detajuar, ku diun, kemi pikërisht faqen astrologo.al, faqja horoskopin atje. Aty keni gjithçka në lidhje me ndikimet ose planetet që juve kërkoni ose dëshironi. Duke zgjedhur paketën tuaj, numrin dhe masi keni zgjedhur numrin për katës të blerjes, më pas shkoni direkt tek sekretaria dhe më pas pasi shkoni në sekretaria, shikoni është një dritare e vogël aty, e klikoni, ju hapet ajo dritare, aty pastaj vendosni të dhënat e juaja. Dhe për çdo lloj që dëshironi juve ose paketa që juve keni e dëshironi të dini, atëre flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti dhe doni që të dërgoni një mesazh për arsyet tuaj ose për dërguar një mesazh dhe të merrni drejt për së drejt përgjigjen, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Por gjithashtu, parashikime momentale, parashikime që në moment keni një takim dhe doni që dini diçka më tepër rreth asaj që do ndodhi sot për shemb. Këto momente kemi pikërisht këtë butonin, ja shikojeni këtu, membership. Pra, ai butoni që shikoni në ekranin e djathtë tuaj, e klikoni tek YouTube-i dhe pastaj kur tu lexon membership, aty ju hapet një dritare që është personale e juaja dhe aty flasim në privat për gjithçka doni, për gjithçka kërkoni. Tani, le të fillojmë me shenjën e radhës, për sa i përket vitit 2026, që është shenja e gafores. Për sa i përket gaforeve, meqense gaforet kanë disa mundësi dhe çështje pozitive dhe korrekte nga ana juaj, është diçka që do të thotë viti 2026. Fillon për ju me një kërkim të brendshëm intensiv, pasi këndët që bën Mërkuri, Jupiteri dhe Afrodita sjell pyetjet rreth botkuptimit dhe vlerave tuaja personale. Do të përgatiteni që të shihni të kaluarën tuaj me sy e diçka e re vjen. Në lidhje me disa dyshime nga e kaluara, që keni marrë si të mirëqenia dhe i miratoni në qëndrimin më të hapur, por selektiv ndaj jetës. Ky rishikim mund të gjenerojë disa pasiguri nëse nuk jeni të gatshëm të bëni ndryshimin e madh, por është një hap i nevojshëm për ndikimet dhe pikurinë tuaj personale. Gjatë pranverës, aktivizimi i Plutonit, Marsit dhe Afroditës ju bëjnë thirrje të ripërcaktoni dëshirat dhe dinamikat tuaja emocionale. Konfliktet e brendshme intensifikohen me atë që ato funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke ju ndihmuar që të mbyllni çështjet e së shkuarës dhe të filloni diçka të re. Është një periudhë që kërkon ndershmëri me veten dhe gatishmërinë për të pranuar transformimet që tashmë janë duke u zhvilluar. Tremujori i fundit i vitit përfundon një cikël ndikimi të madh, të thellë dhe pjekuri personale. Këndi Saturn-Neptun ju kërkojnë të sqaroni prioritetet tuaja, të vendosni kufi të qartë për njerëzit dhe situatat dhe të bëni zgjedhjen që kanë thellësi në kuptim. Viti 2026 mbyllet për juve me një ndjesi fillimi, ripërtëritje të brendshme dhe krijim gradual të një versioni më të qëndrueshëm në pjekuri dhe të bazuar me veten tuaj në ndikimin e madh. Emocionalisht, në fushën e dashurisë, fillimi i vitit sjell ngarkesa intensive romantike dhe nevojë për marrëdhënie ideale me këndin Afrodit Neptun, që krijon një urë idealizmi. Nëse jeni tash në një lidhje,
mund të ndjeni sikur doni të rizbuloni butësinë dhe kuptimin që dikur ekzistonte, por duhet ta ndani ëndrrën nga realiteti. Nëse jeni të palidhur, keni kujdes të mos rrëmbeheni nga flirtime sipërfaqësore ose njerëz që nuk janë të disponueshëm emocionalisht. Në pranverë të vitit 2026, këndet me Plutonin dhe Marsin sjell tensione por edhe pasione. Kjo është një periudhë transformuese, ku marrëdhëniet e vjetra mund të shpërbëhen ose të rifillojnë përmes disa konflikteve të vështira, por të nevojshme. Nëse keni tendencë të jepni më shumë se sa të merrni, kjo periudhë do t'ju shtyjë të kërkoni barazi dhe të vërtetën në jetën tuaj të dashurisë. Marrëdhëniet që mbijetojnë kësaj faze mbahen me ndikimin më të thella dhe të sigurta. Në vjeshtën e vitit 2026, duket se aktivizimi i Saturnit dhe Neptunit do t'ju bëjnë dhe do t'ju duhet të rivlerësoni se çfarë do të thotë për ju lidhja e vërtetë. Pjekuria dhe përgjegjësia emocionale bëhet përparësi. Nëse jeni në lidhje, mund të ndjeni nevojën për të bërë një hap serioz së bashku ose për të adresuar në çështjet e besimit. Nëse jeni të palidhur, kjo kohë është e përshtatshme për njohje serioze bazuar në vlera të përbashkëta dhe vizion në jetën tuaj. Çështjet profesionale dhe financiare. Për këtë vit, për vitin 2026, fillimi i vitit inkurajon zgjerimin e njohurive dhe e aftësive. Mund të keni mundësinë për ndikime shumë të mëdha për udhëtime apo bashkëpunime me njerëz nga ndikimet nga prerë nga më të ndryshmet, sepse këndet që bëjnë planetet, mundësitë që jepen dhe çështjet që kanë të bëjnë në vazhdimsi me Marsin, Saturnin në shkurt që përmball me disa kufizime ose vonesa që kërkojnë qetësi dhe këmbgulje. Gjatë muajve Mars dhe Prill, çështjet e pushtetit dhe kontrollit në sferën profesionale dalin në sipërfaqe. Konflikte të mundshme me epror ose kolegë që kërkojnë diplomaci dhe stabilitet. Megjithatë, kjo periudhë është një periudhë që mund të jetë një katalizator për të shliruar nga një mjedis i vështirë ose një ndryshim rrënjësor të drejtimi drejt së nesërmes. Nëse jeni një punonjës i pavarur apo në një biznes tuaj, ju dëshironi të shikoni se çfarë do të bëni ose ku operoni, dhe të kaloni diçka më të qëndrueshme. Vjeshta dhe muaji i fundit i vitit 2026 sjell mundësi për stabilizim, për sa kohë që keni prioritetet tuaja të qarta. Saturni kërkon disiplinë dhe strukturë në financa, ndërsa Neptuni thekson nevojën për të mos u rrëmbyer nga premtime të mëdha ose investime të paqarta. Plutoni ju shtyn të rishqyrtoni marrëdhënien tuaj me konceptin e sigurisë dhe të ndërtoni diçka të fortë, jo vetëm për përfitime afatshkurtër, por në mirëqenie të thellë dhe afatgjatë. Për sa i përket të çështjeve të shëndetit ose mirëqenies tuaj, tremujori i parë i këtij viti 2026 sjell nevojën për kujdesin më të mirë për veten tuaj, pasi tensionet emocionale mund të ndikojnë në sistemin tuaj nervor, i cili dhe ndikimet që kanë bënë ose kur keni çështje të tilla, është mirë të shmangni mbi ngarkesat e vetes dhe detyrimet që krijojnë hapësirë për pushime. Urime dhe ndikime, ushtrime dhe mundësi, sepse kur niset diçka nga gëzimi i madh, urimet që keni, mundësitë që do t'ju jepen, është edhe një mundësi e artë që juve e keni në fushën e dashurisë, dhe kjo do të bëjë shumë për t'ju dhënë mundësinë në lidhje me anën tuaj fizike, që do ndjeni më mirë dhe më të lumtur me familjen tuaj. Ajo që do të keni dhe hapësira dhe ndryshime të mëdha, sepse fundi i vitit është i përshtatshëm për shumë gjëra, sidomos për heqjen e veseve të këqija, siç janë duhani, siç janë pijet alkolike apo gjëra të tjera, substanca të ndryshme. Është mirë që në fund të këtij viti është përshtatshmëria që juve ju jep mundësinë, siç është tremujori i fundit, për sa i përket një vlerë shumë të madhe në lidhje me çështjet që lidhen me shëndetin dhe jo vetëm. Disa këshilla për 2026 për juve të shenjës së kaforeve. Viti 2026 është një vit ristrukturimi të brendshëm për ju, ku ju përgatiteni të njiheni dhe të nderoni nevojat tuaja emocionale dhe pa humbur një lidhje ose të keni frikë mos humbisni diçka të madhe. Këndet planetare
ju shtyn të lini pas role që nuk ju shprehen më, dhe të përvetsoni një qëndrim autentik dhe jetës. Mos keni frikë nga vetmia ose momentet e heshtjes, pasi përmes tyre do të gjeni forcën për të ripërcaktuar se kush jeni dhe çfarë ka vërtet rëndësi për ju. Mësoni të dëgjoni intuitën tuaj, por e të ndani fantazinë nga realiteti. Ndërsa Neptuni dhe Saturni ju pregatit të gjeni një ekuilibër midis ëndrrës dhe detyrës, do t'ju duhet të mësoni të peshoni me kujdes se cilin prej vendimeve tuaja, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhënie ose çështje financiare, pjekuria nuk do të thotë të hiqni dorë nga ndjeshmëria, por të bashkoni zemrën dhe arsyen me përgjegjësi, ndërsa e mbyllni vitin shmangni kurthin e riciklimit emocional dhe mos u kapni pas njerëzve ose situatave nga frika e panjohurës. Plutoni ju inkurajon të përfundoni ciklet e vjetra me dinjitet, në mënyrë që mund të bëni vend për përvoja të reja. Besoni se çdo hap larg është gjithashtu një mundësi për rilindje dhe mos harroni se forca juaj vjen nga lidhja juaj e thellë me emocione dhe me zemrën tuaj. Ndikimet dhe udhëzimet kryesore sipas muajve për juve të shenjës së Gafores për 2026. Çfarë ndodh dhe si ndikohet? Filloj me muajin e parë, që është muaj janar. Janari fillon me ndikimin dhe me komunikimin dhe ndryshimet të mëdha që juve do të keni. Dhjetëdiçi i parë, që ka një ndikim plus në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me mendime, me dialog, me ndryshime të mëdha dhe me që jeni shumë të kujdesshëm juve të shenjës së Gafores, i keni mundësitë në çështjet më madhore dhe më pozitive, sepse koha tregon që juve i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në këtë muaj, në fillim të muajit, sepse në të njëjtën kohë kemi një kënd që është Afrodita Neptuni që ju mëson se si çfarë të bëni dhe ku doni të shkoni. Ajo që keni pasur në të shkuar disa zhgënjime ose disa çështje që kanë qenë problematike për para disa kohëve, vjen momenti tani sepse në sektorin profesional financiar duket se muaji janar është ndikim dhe favorizim. Dhjetëdiçi i dytë, që ka të bëjë shumë në lidhje me ekonominë, me stabilizimet e punës dhe të karrierës, kurse dhjetëdiçi i tretë do të ketë shumë kujdes nga disa dokumenta tani në muajin janar, ku disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç pritet, por ka kohë dhe për të zgjeruar dhe për të ndikuar në këtë drejtim. Duke pasur parasysh të 3 dhjetëdiçët të muajit janar në lidhje me anën ekonomike financiare do fillojnë një cikël të ri. Janë në pritje për një punë të re, rritje në detyrë. Dhe pse jo, ndodh në 15-diçin e dytë të muajit janar, ku do keni mundësinë që të gjeni gjërat e të zgjidhni ashtu siç dëshironi juve. Lidhjet afatgjat që keni miqtë mi për muajin janar, dhe është mirë që t'i rishikoni gjërat, duket se me Gafore Bricjap, Gafore Peshk ka diçka shumë të madhe, por do të keni kujdes sepse gjatë rrugtimit të janarit nga një udhëtim i papritur ndodh që me virgjëresh të shikoni dhe të rishikoni gjërat me kujdes sepse ka diçka shumë të madhe për juve dhe i kënaqësi më vehte për të rritur dhe për t'ja arritur qëllimin tuaj. Vijojmë tek muaji i radhës për 2026, muaj shkurt. Shkurti mund të sjellë presione të mëdha miqtë mi të shenjës së Gafores, pasi këndi Mars Saturn ju kërkon të jeni të kujdesshëm dhe të përmbajtshëm në çështjet praktike, në çështje profesionale që mund të keni pengesa ose shtyrje. Është e rëndësishme të mos i lejoni që frustrimi të zërë rrënjë brenda jush. Stabiliteti dhe mbajtja e qëllimit tuaj nën presion do të shpërblehet në plane afatgjat. Në marrëdhënien tuaj energjia e muajit që mund të shkaktojë konflikte ose tensione nëse kufit nuk janë të qartë. Nëse jeni të përkushtuar që mund të duhet të sqaroni gjërat me partnerin tuaj, të vendosni kufit ose të shprehni nevojat tuaja të qarta. Nëse jeni të palidhur ose duhet të shmangni në diskutime të mëdha që mund keni ose disa gjërat që nxitoheni, të dalloni mes të mirës dhe të vështirës, mes të momentit dhe të ardhmes. Në fushën e emocioneve, sepse emocionet janë ata që na nisin dhe na drejt rrugtimit nga ndonjëherë pakthim, duket se mirë është të mbështetemi në marrëdhënie kuptim plot. Dhe kjo do të thotë që muaji i shkurt është një muaj që
vërtet jep disa çështje që mund të ndikoheni ose mund ndikoni mjaft, mirë është të rishikoni dhe të mos u nxitoni sepse nxitimet nuk sjellin dobi. Muaj i shkurt për juve miqtë të shenjës së Gafores, edhe pse lidhje të ndryshme ose çështje që kanë bëjnë me marrje vendimesh të rëndësishme në kohën e dur, momentin e dur, problematikat nga më të ndryshme që mund të keni pasur se keni. Muaji i shkurt gjithmonë është një muaj jo i bezdisshëm, por në disa raste i pakuptueshëm për juve të shenjës së Gafores, por sepse ndodhin muaj që është një shenjë ajri, shkurti, lidhet shumë me ujorin, lidhet shumë me gjëra të kësaj natyre, por gjithsesi kjo ka të bëjë edhe me disa takime dhe vendime të mëdha që mund të merrni, por do të keni shumë kujdes në këtë aspekt se 10 ditë që i parë i kësaj shenje duket se për muajin shkurt ka një mundësi shumë mirë nga një çështje dokumentacioni ose disa biseda që do të bëni, është momenti juaj për të arritur qëllimin. Kurse 10 ditë që i dytë, edhe pse do të keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet ekonomike financiare në lidhje me një çështje kreditimi. Por ka kreditim varet edhe kur juve e merrni ose keni mundësinë për ta zgjidhur një gjë të tillë. Por gjithsesi e përgjithshmja për të 30 ditët kanë mundësinë e madhe për sa i përket çështjeve të punës ekonomike, por dhe planeve afatgjatë. Edhe pse është pak e vështirë, por do t'ja dilni. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, tek një muaj që nga njëra anë është akoma dimri dhe fillon pranvera, por në anën tjetër ka dhe disa keq kuptime, keq interpretime, që kjo është muaji mars i 2026-s. Marsi shënon një fazë transformuese ku ndikimi më i madh, që është Jupiteri Plutoni, mund të sjellë konflikte me institucione ose figura autoritare. Mund të ndjeni nevojën për të shtruar nga disa kufizime dhe angazhime të vjetra. Sfida nuk është veprim impulsivisht, por për sa i përket shfrytëzimeve fuqive të kësaj vale me vetdije dhe strategji, në sferën emocionale ndryshimet mund të vënë në provë marrëdhënie që nuk kanë themele të forta. Nëse ka mungesë për sa i përket identitetit ose për sa i përket asaj çka ju doni ose marrëveshjeve për çështje kryesore, këto dallime dalin në dritë dhe do duhet të përballeni me guxim. Marrëdhëniet që mund të evolojnë përmes këtij presioni janë ato që do të keni ndikime shumë të mëdha sepse qëndrueshmëria në thellësi financiarisht dhe profesionalisht ka të ngjarë që të keni mundësi për të rinovuar planet tuaja ose për të ndryshuar mendimin edhe diçka tjetër çështjet e punës së re. Aktivizimi i Plutonit që mund të shtyjë për të merrni vendime të rëndësishme do të keni një ndikim afatgjatë. Nëse shihni se një situatë nuk ju shërben më, është koha ta lini të shkojë dhe të bëni diçka më të sigurt për të ardhmen tuaj. Gjithmonë muaji mars, ta dini miqtë mirë të dashur, muaji mars ka të bëjë shumë me çështjet ose më saktë me disa gjëra që vërtet është ajo çka ju kërkoni, dhe di që para për shembull e ka të mundur për shembull një takim që mund të bëjë në muajin mars, por mos harroni se marsi është pak i vështirë, është një siç themi gjithmonë në shkurt i ligë dhe marsi i rip, është koha ku çdo gjë mund të duket mirë në plan të parë, por në brendësi ka disa boshllëqe ku mund të bini në gradë në diçka, sepse ka dhe disa plane ku për të tretët është mirë dhe për juve është disi shkatruese. Presupozohet një kredi që mund ta merrni juve dhe keni të nevojshme në këto raste shfrytëzohen mashtruesët. Ju e dini shumë mirë që po t'ju japin para me përqindje ose diçka dhe kërkojnë t'ju marrin diçka më tepër nga ajo ç'është ose të vendosin gjëra, plane që t'i bëjnë ata dhe jo juve, është mirë që anashkalojeni me çdo kusht muajin mars në fushën e kredive, sidomos 10 ditë që i parë i shenjës së Gafores. Pra, juve të 10 ditë që i parë bëni kujdes. 10 ditë që i dytë, edhe pse do merrni një dokument për juve që jeni në Francë për shembull, ose juve që jeni jashtë në diasporë dhe në Amerikë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, madje është momenti dhe koha ku juve ti rregulloni dhe ti stabilizoni gjërat që doni. Por muajin mars keni pa kujdes sepse ka të bëjë shumë në lidhje me disa çështje që mund të lidhen. Në fushën e dashurisë duket se për muajin mars keni disa mundësi për të biseduar ose për të nisur diçka të re, por mundoni me këto lidhje që keni që kanë filluar në muajin janar, mundoni të mbani fort sepse është koha më e mirë e mundshme në prill, maj, qershor e tutje kur dhe afër ditëlindjeve tuaja, por gjithsesi do flasim tani në vazhdimsi për muajt që vijnë. Por marsi është disi ndryshe nga muajt e tjerë.
Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, do shkojmë tek një muaj që vërtet muaj pranveror ku sjell lulëzimin e vet dhe kënaqësinë e brendshme që është muaji prill. Muaji prill duket se ofron hapësira për të balancuar transformime të ndryshme nga muajt e kaluar. Me praktikën tuaj, angazhimi i Uranit dhe i Saturnit që sjell mundësi dhe ndryshime me theks stabilitet. Kjo nuk është një kohë për çështje ose diçka që nuk shkon, por është mendim inovativ. Dhe çdo gjë e bëni me mendjen tuaj, ecni me këmbët tuaja, gjithmonë me këmbë në tokë, në mënyrë që mund të zbatoni ide të reja mbi një bazë të fortë. Një marrëdhënie ndërpersonale, muaji favorizon dialogun konstruktiv, marrëveshjet që kishit ngecur në muajt e kaluar, sidomos në marsi që lan pas. Komunikimi bëhet më realist dhe më pak i ngarkuar emocionalisht, duke lejuar që të zgjidhni keqkuptimet e vjetra dhe të rilidheni me stabilitetin. Është një kohë e mirë për të shprehur ato që dëshironi vërtet dhe për të dëgjuar ato që dëshironi dhe dëshiron personi tjetër. Kujdesi juaj duket se ju jep mundësinë në këtë muaj, sepse gjithçka në lidhje me punën, me karrierën, me ndryshimin, me vendimin, me mundësitë të arta që vijnë, fillojnë këtë muaj. Keni pasur, presupozojmë, muajin prill nëse keni pasur disa probleme, ose supozojmë ne problematika të ndryshme, ku gjërat janë në një farë mënyre juve nisni diçka dhe diçi parë njerë, e kam çik merak me diçin e parë, se në 2025-ën dhe diçi parë i Gafores ka pasur shumë probleme, shumë strese, shumë gjëra që nuk kanë qenë të ku duhet, janë munduar shumë me një mijë arsye. Kanë një mijë arsye që të gëzohen, kanë një mijë arsye që të rregullohen dhe momenti dhe koha tregon që një nga periudhat më të mira dhe më perfekte ku juve i keni dhe është mundësia juaj mbi zgjidhje të problematikave, mbi çështjeve madhore që keni, momenti që juve ju jepet është koha më ideale dhe më pozitivja e që ndonjëherë. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me takime punë, në lidhje me karrierën tuaj. Karriera është baza dhe kjo do t'ju bëjë që të ndjeni shumë të kujdesshëm në punë, në vendime, në ndryshime, në vazhdimësira të mëdha që keni dhe jo vetëm. Edhe pse të tretët mund të mos jenë ashtu siç juve e prisni, ose mund të flasin për gjëra që nuk ja vlen, mund të flasin gjëra që ndryshe mendon, ndryshe gjykon. Por jo nga një anë që mund të keni pasur problematika nga më të ndryshme juve që mirë thoshte tjetri, por në krahun tjetër bënte gjëra që nuk duhen bërë. Por është një moment shumë i mirë dhe realist në anën e punës. Realiteti ka të bëjë shumë në kohën e duhur, në momentin e duhur për gjërat që juve keni. Juve dhe diçi 2 dhe diçi 3 do duket se muajin prill e kanë të tyren. Muaji prill është muaj i ndryshimeve të mëdha, i marrë vendime në çështje ligjore do fitojnë shumë i dyti dhe i treti, sepse gaforet kanë mënyrën, mundësinë që të zgjidhin gjërat siç duan dhe është koha më e mirë e mundshme. Kurse në çështjet që lidhen me anën e shpirtit, të zemrës dhe largësia është shumë afër për gjëra të mëdha që do të keni dhe jo vetëm, sepse koha tregon dhe ka treguar që është një periudhë mjaft e mirë dhe solide në atë që bëhet. Prandaj nuk ka vend për shtuar, prandaj është momenti dhe koha e duhur për gjëra të mëdha që do të keni në këto fusha. Lidhjet afatgjat kanë çmimin e tyre, mund të prisni një shtatzani që është mëse e vlefshme për këtë muaj, dhe do ta shikoni edhe vetë se ka të bëjë shumë në lidhje me këto gjëra, duke pasur parasysh edhe kohën, sepse muaji prill është muaj i ndryshimeve dhe muaj i gjërave të mëdha që juve keni dhe në lidhje me çështjet e dashurisë dhe të harmonisë shpirtërore familjare. Një lajm që do merrni nga fëmijët e tu, që juve keni jashtë dhe ose për dokumentacione, bëhet fjalë, është muaji prill, mos harroni këtë. E do shikoni edhe vetë, do më kujtoni. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, do shkojmë si do shkoj muaji maj të 2026. Muaj maj që sjell rritje e aktivitetin tuaj e komunikimit fal këndeve të favorshme me Uranin. Është një muaj për të paraqitur ide tuaja, ide të reja, për të bërë plane që kanë qenë në role drejtuese ose çështje keni pasur më përpara nuk i keni realizuar, por planin që keni tani nga koha e përparshme është momenti më i mirë i muajit. Muaji maj është
ajo që ndërtoni ura mes gjërave nga më të vështirat dhe diçka që juve përdorni forcën e mendjes. Në marrëdhëniet ekziston mundësia të ripërtëritjes përmes ndryshimeve të këndshme dhe përvojat përbashkëta. Dinamika dhe periudha që mund të sjellë njohje të reja ose të stimulojë marrëdhënien ekzistuese përmes freskisë dhe një humori krijues. Megjithatë, keni kujdes se mos u rrëmbeni nga pritjet e tepërta ose nga disa biseda që mund bëhen mbrapa krave dhe kjo mund t'ju prishi pak ekuilibrin përballë personit që ju dëshironi dhe adhuroni. Në çështje të financave, në profesionin tuaj, mundësitë janë të mëdha, sepse një burim të ardhës së dyta është e mundur të rregullohet, sepse suksesi do të vijë nëse kombinoni inovacionin me planifikimin e duhur. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mbani një plan veprimi të sigurt stabilitetin që nuk vjen nga lëvizjet impulsive. Sepse nëse do marrim muajin, përsupozojmë muajin maj, se jemi në muajin maj thotë që vërtet un kam një punë dhe këtë punë unë që flas me njerëz jam në rol drejtues dhe në rol drejtues ajo jep maj gjithmonë ka atë mënyrën e komunikimit dhe futet tek shenjat e tokës ku kanë shumë gjëra të përbashkëta në bisedime, në çështje të rëndësishme, në kohën e duhur për nisma të reja, kontrata të rëndësishme, blerje të rëndësishme, e kanë të 30 ditë të shenjës së gafores dhe kjo është një mundësi shumë e mirë me një ndihmës ose shitje në një objekti për arsye ndërtimi ose gjëra të kësaj natyre. Pra janë të gjitha gjërat në favorin tuaj. Prandaj bini pas, mos mi lini pas dore sepse muaji maj është muaj që ndikohet, rrezatohet dhe në dashuri keni mundësinë shumë të mirë për sa i përket të çështjeve që kanë të bëjnë me anën ekonomike ose keni pasur një ndarje. Tani në muajin maj bashkoheni e do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe për ju të çështjes gafores, aq shumë sa keni vuajtur, nuk ka vuajtur asnjë nga shenjat e tjera, edhe disa shenjat tjera që kanë qenë, por Gaforia ka pasur shumë gjëra të mëdha, por ka ditë dhe ja ka dalë dhe është momenti juaj më i mirë i mundshëm në fushën e dashurisë, të familjes, por dhe të ekonomisë. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, do shkojmë tek muaji i ndryshimit dhe i vendimeve të mëdha që mund të merrni, që është muaji qershor 2026. Qershori vendos kohën, momentin, veprimet që bëhen dhe rezultate të larta mbi takimet e punës dhe ekonomisë. Aktivizimi i Plutonit që krijon një mundësi në përditshmëri dhe fuqia që ka të bëjë, është një kohë për të reflektuar se cilët element të jetës suaj janë të qëndrueshme dhe cilët kanë nevojë për ndryshim. Në marrëdhënie dhe komunikimin që mund të bëhet, ka të bëjë shumë me disa vendime shumë të rëndësishme në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve që kanë të bëjnë në këtë aspekt. Por gjithsesi, është periudha dhe momenti, është koha dhe idealiteti, për sa i përket gjërave që do të ndikojnë ose gjëra që do të arrijnë. Muaji qershor ka ndikime mjaft të mira dhe tepër pozitive, sepse lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me vendimin, lidhet shumë me takimet dhe punën juve që keni në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, por gjithsesi ka diçka mjaft pozitive dhe komunikimin që lidhet me anën tuaj. Por gjithsesi duket se ndryshimet janë të dukshme. Muaji qershor, sidomos në fakt me disa ndryshime shumë të mëdha do të keni mbas datës 22 qershor, ku ndikoheni shumë 23-24 që futet dielli në shenjën tuaj, do shikoni gjërat të ndryshojnë mjaft dhe të japi një ngjyrë atë që kërkoni të jetës, të arritjeve të juaja dhe mundësi të arta që do të keni, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë, sidomos të 10 ditëve të parë, të 10 ditëve të tretë, ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe tepër keni një të mirë, ju jeni koshient për ato që ka ndodhur. Jeni drejt për së drejti. Ndryshe thon tjetër, ndryshe mund ta thoni dhe juve jeni të drejtë për së drejti dhe do kuptojnë edhe në çështjet ligjore që mund keni disa probleme që do të zgjidhen tani në muajin qershor, kur është momenti më i mirë i mundshëm, sidomos 10 ditë i tretë i Gafores do marrë zgjidhje për gjërat që kërkon dhe adhuron, sepse është momenti dhe periudha, është koha dhe dituria e gjërave të mëdha që do të keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani që ndikohet, por dhe mundësit. 10 ditë i parë që ka të bëjë një Gafores
por në çfarë muaj mund të lidhen ose mund të bëjnë diçka? Kjo do të thotë muaj ndikues dhe vendimtar, që është muaj korrik. Përsa përket muajit korrik, duket se korriku për juve që është dhe muaji juaj, vjen një atmosferë me rëndësi të madhe. Jo vetëm kaq, por pasi këndet e Mars Saturn rrisin ndikimet dhe favorizimet, por do të kenë disa sprova për të arritur në finish. Në fushën profesionale mund të përballeni me disa konflikte, veçanërisht në çështjet përgjegjësive. Pra është ajo çështja ligjore, se unë thash që ka qenë në muajin qershor, por mbajtja e qetësisë do të jetë thelbësore për mos humbur ekuilibrin në marrëdhëniet tuaja, edhe pse me tension, edhe pse ke probleme, edhe pse keni pasur, do t'i zgjidhni një herë mirë dhe gjërat nuk do ngelet asgjë pa zgjidhur. Keni kujdes se çfarë thoni ose çfarë bani për vete, sepse gjërat e vogla mund të shkaktojnë konfrontime. Nëse arrini komunikimin me qartësi dhe për ulësi, mund të shndërroni gjëra nga më të mëdha dhe të forconi veçanërisht juve në lidhje me punën, stabilizimin dhe jo vetëm. Është shumë e rëndësishme të jeni momente të vogla pushimi dhe të relaksoni, sepse në mënyrë që mos arrini punën e tepërt ose lodhjen e tejskajshme, sepse muaji korrik, muaji juaj, është edhe nga njëkohësisht, edhe pse është muaji juaj, po është muaji i vështirësive, por juve e kaloni me kujdes, e kaloni me sportivitet, disa çështje sepse ja keni arritur qëllimin tuaj, por duke pasur parasysh edhe periudha që ndodhin fenomenet, pak a shumë ka dhe ndikime, ndryshime, marrë vendime të rëndësishme. Kjo është një diçka që vërtet është koha juaj dhe momenti më i mirë. Në çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare, lidhen me ndryshime të mëdha, lidhen me çështjet që janë çështje të pandashme nga një farë mënyre, por dhe koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, do shkojmë tek një muaj vendimtar, një muaj që është futur në fund dhera dhe është drejt përfundimit dhe çështjeve të mëdha që ndikojnë që do të jetë muaj gusht 2026. Gushti ju jep mundësinë të rigruponi dhe të stabilizoni ato që keni ndryshuar. Energjia bëhet mjaft pozitive dhe tepër pozitive në lidhje me ekonominë. Dhe çështjet do të keni ato gjërat themelore, do t'i korrigjoni qëndrimet dhe të konsolidoheni ndryshimet e pjesës së parë të vitit. Është një muaj ku mund të shihni se çfarë keni arritur dhe çfarë ka nevojë për përshtatje në marrëdhënie dhe dëshira për lidhje të vërtet me kontaktet kumtimplot të ekonomisë. Është një periudhë ku mund të kushtoni më shumë kohë dhe vëmendje atyre që meritojnë, ndërsa në të njëjtën kohë lini pas ato që ju lodh, duke pasur parasysh përqafoni dialogun dhe dashurinë e sinqertë, sepse kujdesi dhe që do sjellni ribashkim, mirëkuptim në financa dhe në profesion, është një muaj i përshtatshëm për stabilizimin dhe kombinime. Nëse keni investuar në mjaft në lidhje me ndryshimet, ato fillojnë të tregojnë shenjat e stabilitetit. Megjithatë, shmangni përçarje të mëdha ose vendime të bazuara vetëm do të keni kujdes në entuziazëm. Mbani syt hapur dhe mendjen tuaj të qetë, mos u rrëmbeni nga nxitimet, sepse duke pasur parasysh, nëse flasim presupozojmë dhe diçi dytë, në muajin gusht gjithmonë e ka pasur dhe ka si pikë reference për punën e tij, sepse do ta kontrolloj edhe nga larg ku është, e kontrollon, e shikon se ku do shkojnë gjërat, se si shkojnë gjërat, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues në ato që doni të bëni, në investime, në dashuri, në kuptim plot të gjërave, por në muajin gusht është mirë që të bëni një përmbledhje të gjërave që doni të bëni, sepse shtatori do jetë shumë i fuqishëm, i lodhshëm, por jo i zymt, i lodhshëm, por jo problematik, por do të zgjidhni problemet që janë akumuluar gjatë muajve të shkuar, por vjen një moment shumë i mirë, sepse do të zgjidhni disa çështje të pazgjidhura më përpara. Dashuria duket se muaj ngusht është mirë që kjo varet në individ, pastaj për shkëmbim unazash ose për lidhje, për punë, kur është mirë për të hapur një biznes, gjëra natyre, sepse muaji shtator ka edhe surpriza të mëdha. Por gjithsesi kujdesi kërkohet në këtë drejtim. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, do shkojmë tek muaji i vjeshtës, ku gjërat fillojnë të ndryshojnë me shpejtësinë e erës. Dhe koha tregon me shumë ndryshime dhe ndikime që ky është muaj shtator 2026.
e 6. Shtatori miqtemi vepron si një urlidhse midis zhvillimeve intensive të verës dhe procesit të fokusit të brendshëm që fillon ngadalë në vjesht. Energjia bëhet më introverte, duke përforcuar nevojën për të zgjidhur çështjet e brendshme dhe çështjet e pazgjidhura që ju rëndojnë. Është një kohë e mirë për të vendosur qëllime të reja në realitet, për të organizuar mendimet tuaja dhe për të përgatitur për fundin dhe realitetin në lidhje me të kërkuar të vitit të punës dhe të karrierës. Në marrëdhënie që mund të ndjeni nevojën më shumë qartësi dhe rregull, nëse ka pasur turbulenca më parë, tani mund të bëni një rivlerësim të ndershëm të situatave. Nëse jeni në një lidhje, është koha e duhur për të punuar së bashku për çështjet praktike. Nëse jeni të palidhur ose jeni ndarë, një njohje e re mund të ketë karakteristikat e stabilitetit dhe substancën për vetëm nëse shmangni analizën e tepërt. Ne mund të keni shumë gjëra të tjera sepse periudha vendimtare për të theksuar detajet, organizimin dhe metodikën tuaj. Mendja juaj është më e mpret dhe e aftë të identifikojnë gabimet ose përmirësimet e procesit në ekonomi. Klima është neutrale, por dhe ideale për të marrë veprimet korrigjuese që do t'ju japin terren për qëndrueshmëri dhe më të afërt për juve. Nëse do flasim dy gjëra kryesore që ka muaji shtator. Në muajin shtator bëjmë njohje, në muajin shtator bëjmë fejesa, në muajin shtator bëjmë lidhje, apo të kuptojmë në disa raste bëjmë në muajin gusht në fakt, po gushti nga do jenë sjell edhe mbrapsht. Po të vini re, mund të bëjmë një përmbledhje të muajve, kur është muaj më problematik, po të vini re, domethënë dhjetori, gushti, janë disa gjëra që ndodhin, por nuk ka një gjatësi në kohë lidhje, sepse është paksa mund ta themi pak i ashpër, mund ta themi pak ndikues gushti. Por shtatori është e të korrave, e të mbjellave, e të vjelave, dhe ka shumë gjëra sepse lidhjet që bëhen në muajin shtator, miqtemi, është diçka shumë e madhe, sidomos për të 30 ditësht, nëse keni njohje, lidhje, dokumentacione, shtatzanie të ndryshme, por kur themi gjithmonë se në shenjë toke duhet jetë hëna që të ngelin shtatzan, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim. Siç janë Demi, Virgjeresha, kanë shumë ndikime dhe Bricapët në këto shenja që ndodhet hëna, është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizues në këto drejtime. Por gjithsesi, lidhjet dhe koha është mjaft e mirë dhe stabilizuese për të ardhmen tuaj në fushën e dashurisë. Jo vetëm kaq, por dhe në ekonomi, sepse gaforët e kanë këtë dhe kanë dhe si mundësi dhe çështje të rëndësishme që ata mund ta zgjidhin gjatë rrugtimit një gjë të tillë. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani, do shkojmë tek një muaj vjeshtë përsëri që do të thotë muaj tetor të 2026. Aktivizimi dhe ndikimi më i madh që ekziston ju shtyn të rishqyrtoni vlerat tuaja, qëllimet tuaja dhe çfarë do të thotë siguri për ju. Pjesëmarrja e fortë e Saturnit dhe Neptunit në këndet këtë muaj mund sjellë një mesazh të dyfisht. Të ndani iluzionin nga e vërteta dhe të ndërtoni mbi themele të forta ato që ka rëndësi për juve, sepse kjo periudhë kërkon disiplinë, por edhe besim edhe ndryshime të mëdha që do të keni. Por gjithashtu është momenti dhe koha, momenti dhe periudha, qartësia dhe pavarësia, që është diçka, mund të ndodhin diçka të pakëndshme ose zbuluese që mund të jenë. Nëse jeni në një marrëdhënie me iluzione ose idealizma, ndoshta ka ardhur momenti për ta çmitizuar. Përkundrazi, marrëdhënia e bazuar në besime dhe në ndryshime të mëdha që mund të keni ose disa çështje të ndërsjellta mund të thellohen në ndjeshëm në sferën e gjërave të marrëdhënieve të qarta, sepse Saturni ju kërkon përgjegjësi dhe qëndrueshmëri, ndërsa Neptuni mund t'ju tërheqë paqartësitë ose konfuzion. Ju duhet të kombinoni logjikën me intuitën dhe të mos injoroni nevojat për kufi. Si ndaj të tjerëve, ashtu dhe ndaj vetes, sepse tetori miqtemi ka të bëjnë me ndryshime shumë të mëdha të njëpasnjëshme, papritura. E ju e keni parë e dini shumë mirë dhe tetori që lan pas çfarë ndodhi në 2025-ën, por në rastin konkret ky tetori 2026 do japi një fuqi tepër të madhe që të kuptoni arsyen pse, arsyen çfarë doni të bëni dhe ku doni të shkoni në gjëra të mëdha. Prandaj kërkohet vëmendje, prandaj kërkohet kohë në ato çka doni të bëni
mirë është të prisni pak, sepse kjo periudhë është një periudhë ku gjërat mund të ndikojnë shumë në anën tuaj, mund të ndikojnë shumë në gjërat që do të bëni, por gjithsesi është jeta ka sfida të mëdha dhe është momenti. Por një ndarje që keni pasur para disa kohëve duket se vlerësimi dhe ndikimi më i madh që është tani tutje mund t'i arrisni qëllimin tuaj, sepse ka diçka shumë të madhe, edhe pse të tjerët mund të flasin, juve shikoni intuitën tuaj dhe drejtimin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë që nga njëra anë na jep shumë, në anën tjetër por nuk kemi kujdes dhe mund kemi dhe probleme ligjore, që do thotë muaj nëntor të 2026. Nëntori na përgatit që të bëjmë një vet analizë të thellë, ndërsa fundi i vitit afron, ndikimi i Plutonit intensifikohet dhe aktivizon procese të brendshme që nuk janë gjithmonë të lehta, por janë të nevojshme për evolucionin tuaj. Është një periudhë vetëdijësimi, me vetdije, gjatë të cilit ju përgatiteni të vlerësoni se çfarë ka ndryshuar gjatë vitit dhe të kuptoni se cilët pjesë të vetes tuaj do të lini pas dore për të ecur përpara. Një marrëdhënie nëntori mund të sjellë momente të rënda për ndikime shumë të mëdha, sepse pastrimi i brendshëm, ndarje që mund të kemi në muajin nëntor, do të jemi shumë të kujdesshëm dhe ditë që parë, sepse mund dalin në pa ndjenja të ndryshme ose çështje problematike të vërteta të pathëna. Ato do dalin në sipërfaqe. Kjo është një periudhë që përforcon nevojën për lidhje të thellë, emocionale dhe ndërshmëri absolute. Sado të vështira do jenë disa zbulime, ato mund të jenë çliruese dhe freskuese. Financiarisht, është një muaj vendimtar për pastrimin dhe largimin nga barrat të vjetra. Çdo gjë që është e pabazuar ose vepron në mënyrë toksike, tani zbulohet dhe ju jepen mundësi të përballeni me guxim. Në punë mund të duhet të merrni vendime që ndryshojnë rrënjësisht në drejtimin ose realitetin tuaj. Dhe nëse kjo do të thotë të largoni ose të mbyllni disa çështje madhore, disa probleme që kanë bënë në lidhje me juve. Mos harrojmë sepse muaji nëntor është muaji që nga njëra anë na vendos përpara, na jep disa çështje, disa letra që duhet i firmosim, duam apo s'duam ne. Por në anën tjetër, do thotë nëse nuk i firmosni, atë do keni probleme më të mëdha akoma, por duhet të hedhim një sy që neve të bimë jo në kompromis me vështirësitë, jo kompromis me padëshirën tonë, por me të drejtën që neve të dalim fituar. Sidomos diçka e dytë, shenjë se Gafores duhet të ketë shumë kujdes në këtë aspekt, sepse mund të ketë shumë gjëra të mund keq kuptohen, por unë ju them një gjë, do keni shumë kujdes për juve të shenjës së Gafores dhe diçka të parë dhe diçka të tretë, ku disa gjëra mund të ndikojnë shumë në familjen tuaj, në jetën e përditshme, në familjen unë i them të dashurit, familjes i them e njohja, familje i them familje me fëmijë dhe ku diun, mos dëgjoni thashë themet lart e poshtë, por shikoni drejtimin tuaj dhe ata që do flasin sepse nuk e duan të mirën, nuk e duan familje, nuk e duan atë sepse janë vetë ashtu të gatuar. Atëherë mirë është t'i hiqni me lezet dhe jo t'i mbani me vete dhe të jeni pastaj shumë problem në anët të tjera, por ne ka diçka që nuk shkon në këtë aspekt, por gjithsesi periudha dhe koha është një moment stabilizues dhe gjërat konkrete që mund të diktojnë, por gjithsesi duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt. Do shkojmë tek një muaj tjetër tani dhe muaji i fundit i vitit 2026 në lidhje me çështjet madhore, me lidhje me komunikimin dhe ndryshimin. Sinas çfarë sjell ky dhjetori 2026 me në anën tjetër me 2025, ku është ndryshimi për dhjetor 2026 për Gaforen. Dhjetori ju ofron mundësinë për të përfunduar në çështjet që kanë të lidhur me procese të thella të brendshme dhe për të thënë lamtumira asaj që nuk është më e dobishme për ju. Me Plutonin që luaj një rol të rëndësishëm në këndet e fundvitit, vjen një ndjej pastrimi të brendshëm, që ofron me veten tuaj ndikimin e madh. Është një periudhë mirëkuptimi, faljeje dhe përgatitje për një cikël të ri. Në marrëdhëniet që ekzistojnë mundësitë që të ndjeni të nevojën për të mbyllur shumë çështje dhe gjëra që kanë të ndikuar dhe mundësi të arta në lidhje me vazhdimsinë dhe për mbyllur llogari të vjetra. Në marrëdhënie që ekziston mundësia të ndjeni nevojën, llogari të vjetra qofshin në dashuri, lidhje familjare ose miqësi të tjera që do të keni.
nuk ka të bëjnë domosdoshmërisht ndarja me një ripozicion të brendshëm ose të ndryshëm, sepse nëse neve e kemi ose dhe si një moment ka të bëjnë me anën tuaj ose ka të bëjnë me ndryshimin e madh që mund të vinë, por disa projekte në financa më i favorshëm për përfundim e projektesh krye pagesës ose mbyllje përfundimtare që ju përgatitin në fillim të ri për vitin 2027. Mençuria që keni fituar për vitin 2026 tani bëhet një gur themeli për vendime për zgjidhje të vetëdijshme për të ardhmen. Nëse mbani mend në mësimet e vitit 2026 dhe vitit 2027 do t'ju gjej më të pjekur, më të sigurt në ato çka doni të bëni, bazuar në të gatshëm për të ndërtuar çfarëdo lloj dëshire pune mbi një themel të fortë. Sepse muaji dhjetor, ky muaj dhjetor pikërisht ky muaj dhjetor, sepse kemi pasur dhjetore dhe dhjetore, po dhjetori 2026 do na përforcoj disa çështje që neve vështirë të rregullonim ose të stabilizonim gjërat, por është shumë herë më i mirë se 2025 sepse do shikoni gjërat të ndryshojnë shumë në anën tuaj. Është një moment mjaft i mirë për sa përket karrierës, për sa përket asaj çka jeni, asaj çka keni të bëni me momentin, me kohën. Por mos harroni sepse lidhjet që do bëhen në muajin dhjetor të 2026 nuk kanë fare lidhje me çfarë ka ndodhur në muajt e kaluar ose në gjëra, sepse ajo që njihje, ajo njohje, ajo vazhdimsi, ajo korrektësi me pak fjalë është një moment mjaft i mirë surprizues për juve të këtyre shenjave. Bini pas dhe mos e lini pas dore, mos harxhoni kot kohën, do thosha unë, por mos e lini asnjë minutë pa shfrytzuar sepse është një moment mjaft i mirë për muajin dhjetor për të 30 ditët për të zgjidhur problematikat e tyre. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht për shenjën e gafores për vitin 2026. Vërtet meqense janë pak të zgjatura sepse unë kam thënë për sa i përket vitit 2026 do t'i bëjmë shenjë për shenjë dhe muaj pas muaji për 12 muajt e vitit për çdo shenjë që të kuptojmë ku është më mirë dhe ku është më vështirë. Por gjithsesi për mbledhja që ka të bëjnë për këtë vit, për ju të shenjës e gafores, po ta shikoni, 6 mujori i dytë është më i favorizuar dhe më pozitiv në atë që doni të bëni. Edhe pse kur është një herë për të marrë një kredi ose për bërë diçka, është periudha, pra periudhat janë në individ, pastaj edhe kur dëshironi juve që të realizoni gjërat dhe të arrini atje ku juve dëshironi për veten tuaj. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja Roskon atje, dhe nëse doni të zgjidhni çdo lloj pakete vjetore, mujore, javore apo diçka tjetër, dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje pastaj mund të vendosni të dhënat dhe jeni gati të flasni bashkë nëpërmjet Viber, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, përjapër tek ai buton aty, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Europulla, ju uroj një vit të mbar dhe shëndet dhe lumturi, gazi begatin familjet tuaja. Jetë mirat.